rendi ditës është zgjedhja e kryetarit të kuvendit, po shpresojmë që të kemi një kandidat unifikues, pra që të ndodhë një propozim i ri, shpresoj që edhe të votojmë kryetarin sot. Kryetarin. A ka diçka po vetëm do shpresoni kështu? Po kështu një indikacion që mund të ketë ndryshim të ëndrit? Mendoj që të kam dëgjuar disa mushi, po ndoshta nuk ka dita ende, po kam dëgjuar disa mushi që të ketë përpjekje për një kandidaturë unifikuese. Sa përket formës së votimit? Besoj që kjo çështje është e rregulluar, pra votimi është i hapur, kuptohet, mund ndryshon mënyra e votimit, pra procedura, nëse është vullneti i deputetëve, nëse s'ka vullnet nuk mundet. Nuk kam emra, po kam dëgjuar që ka përpjekje mu gjetë një formulë, pra me shku për një kandidaturë unifikuese. Nëse merr një ftesë për takim një dy parti tjera opozitare, a do pranoni? Jo, jam shumë në zonë këtë ditë, si ka mundësit. Sipas lëvizjes vendosje, nëse shkohet me votim të fshehtë, ata mund t'i kenë numrat për të vazhduar edhe me Haxhiun. A i ka alianca kushtimisht të siguruar deputetët e saj? Ja, nuk besoj që është aty qëllimi. Këto janë disa lëvizje sa me ble kohë, kjo e votës fshehtë, se nuk ndryshon asgjë. Vetëm disa lëvizje me gjëra që me ble kohë, me spjegu, me u arsyetu vonesa. Siçani është mas e ditën për qytetarët e vendit se tash bëhet përpjekje madhe me bart faj, ose me identifiku fajtorin. Ne jemi opozit, kemi drejt votës. Për shembull, deputeti duhet me votu, që është e vërtet, pa i mu i voton edhe kundër për edhe abstenim. Pra, është drejta e deputetit, nuk ndryshon kjo në asnjë situatë. Për kundër këtij fakti, ne ja kemi dhënë zgjidhjen VV-s me gjetë një kandidat unifikues, edhe kemi përmend edhe emra konkret. Pra, shpresoj që do ta kuptojnë që është në interesin e tyre të vendit, mos me mbajt pezhull parlamentin e Kosovës, lutem. Jam vë 5 muaj prej kur është marrë seanca e fundit ku ka pas vendime të rregullta, le të themi, atë kuvendi 5 muaj që kuvendi është praktikisht jo funksional. Cili është komenti juaj për këtë situatë, këtë bllokatë në legjislaturë? Faleminderit. Ju e dini edhe u vonu shumë certifikimi i rezultatit. Pra humbëm të paktën një muaj, që në 30 ditë është dash mu certifikue rezultati. Tani, sikur se shihni, po humbim kohë, këto kanë pasoja, lojnë pasoja në jetën e brendshme. Shtetimi i energjisë shkaktoi shtetim të çmimeve, për shembull, nuk trajton më kushtema konkrete çka po ndodh me vendin. Një ditë e ndëgjova një lajm që për shembull ende që kanë paguar shtesë policëve ushtarëve. Gjithkohë flasim për siguri, për situatën e sigurisë, për rreziqet e sigurisë, nëse e mbledh Këshillin e Sigurisë të Kosovës në takim urgjent, atë të paktën paguaj ato policisë, ushtrisë, institucione tjera të ligjit. Pra është e dhimbshme kjo kohë dhe besoni nuk është ne po dojmë me fitu diçka në këtë situatë, sepse ne ja kemi dhënë opsionin për kandidat të VV-s unifikues. Pra çdo gjë e kanë mundshme. Kuptohet tash dikush thotë pse po VV-ja këta, po shihet se kur ti për shembull ai s'ka drejt me shku në zyrë të qeverisë, besoni. Unë kam qenë kryetar qeverie 2 herë, kam dhënë dorëheqje, e kam kry pjesën e ushtruesit detyrës ose kryeministit dorëheqje, po vjen edhe momenti kur zguzon me shku në zyrë. Në momentin e certifikimit si deputet, kur të është ka bërë shkelje ligjore, pra shkrim hyrja e tij në zyrën e qeverisë, besoni, një ditë tani tjetër do të përgjigjet për këtë vepër penale. O shkrim shkurja e deputetëve që janë certifikuar e ministrë, janë certifikuar deputet e shkojnë në zyrën e qeverisë. LDK ka paralajmëruar kallëzim penal për këtë çështje. Po është krim, shkelje e ligjit është vepër penale dhe do të ketë kallëzim penal. Pra çdo vendim që marrin tani ashtu janë të bua krim ligjor, shkelje e ligjit, nuk funksionon ashtu. Është dash nëse e kanë desh me ushtru tashon 2 funksionet, është dash me votu një ligj ndryshe, atë që kanë votu, pastaj është dash po ashtu me provu me ndru nënën të kushtetutës në këtë rast. Këto janë gjëra të rregulluara në bazë ligjit. Nuk është e vërtetë që qeveria mbetet pa shkën. Sepse ka antar të qeverisë, për shembull, zëvendësministrat, nuk janë bërë deputet, e ata mundin me vazhdue. Pra çdo herë ka zgjidhje është e parapame në ligjin e ekzekutivit ose në qeveri, nuk është i pari në këtë rast kryeministri, është zëvendësministri i parë, është i zëvendësministri i parë,
zëvendëshkryeministra të tjerë, nuk ka zëvendëshkryeministra, e merr ministri, ose i jashtëm, ose i brendshëm, ose i mbrojtjes, detyrën e ushtruesit të kryeministit. Po vazhdimi me ushtru funksionin e kryetarit të qeverisë të ministra beson është keri ligjore.